Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së forcave turkësore të regjimentit të parë, të trajnuar dhe të përgatitur me standardet dhe doktrinat e NATO-s, të valituar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Në vazhdim parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 2 të forcave toksore, të valituar me standardet më të larta dhe doktrinat të NATO-s, të gatshëm për të mbushur misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës sonë.